Neve kemi teorinë e faktorëve shtytës dhe faktorëve tërheqjes. Në qoftë se deri në 2011 ose apo ndoshta 2015 faktorët shtytës ishin më të fuqishëm, do të thënë kishte një nivel më të lartë varfërie, ne nuk shikojmë një nivel varfërie absolute tash. Shikojmë një pabarazi të madhe sociale, por nuk shikojmë varfëri absolute, do me thënë mungesa e të pasurit punës, mungesa e të pasurit të një gjendje ekonomike për të jetuar. Ajo që shikojmë neve është që janë faktorët tërheqës, janë faktorët që njerëzit duan një jetë më të mirë dhe kanë të drejtë. Pra këto faktorë duke tërhequr popullsinë. Dhe këto faktorë nuk do të ndryshojnë shumë në të ardhmen, për arsye se ndryshimi i pagave midis Shqipërisë dhe vendeve tjera europiane do të vazhdojë të mbetet, se gjatë kohës që ne rritemi, ato nuk rrinë në vend.